Teksa rruga europiane e Shqipërisë kalon në reforma të thella në sektor të ndryshëm, një prej tyre është edhe ndërtimi i një shteti social dhe gjithëpërfshirës. Qeveria shqiptare ka vendosur mirëqenien në 3 shtyllat kryesore të programit 4 vjeçar, nga ndërtimi i banesave të përballueshme deri te ngritja e qendrave për autizëm. Ky program nuk flet vetëm për mbrojtje, por për një jetesë dinjitoze për çdo qytetar, e veçanërisht për shtresat vulnerable. Familja mbetet qendra e politikave sociale, duke mbështetur me strehim të përballueshëm dhe financiarisht familjet e reja dhe fëmijët e tyre. Ndërtimi të paktën 1500 njësive të reja banimi me kosto të ulët deri në vitin 2029, qeveria synon të zgjeroj fondin e banesave sociale, duke përfshirë përshtatjen e ish-konvikteve dhe pronave shtetërore për strehim. Gjithashtu, përdorimin e të ardhurave nga pasuritë e konfiskuara për të financuar programe të strehimit social, zgjerimin e mbështetjes sociale për personat me aftësi të kufizuara, duke garantuar akses në arsim, punësim dhe shërbime publike, dyfishimi i pagesave për fëmijët me aftësi të kufizuara, duke kombinuar gjithashtu përfitimet financiare me shërbime të integruara, si dhe rishikimin e asistencës personale. Qëllimi i këtij programi është kapërcimi nga asistenca drejt aktivizimit përmes lidhjes së ndihmës me edukimin dhe shëndetin, një model që Bashkimi Evropian e mbështet për të thyer ciklin e varfërisë. Një tjetër plan është edhe fuqizimi i rrjetit të qendrave komunitare dhe shërbimeve sociale në partneritet me bashkitë, strukturat për kujdesin ndaj moshës së tretë, asistenca shtëpiake dhe këshillimi psikosocial janë baza për ndërtimin e një kulture të re kujdesi dhe që shpesh ka munguar, sidomos për të moshuarit e vetmuar, që mbetet një plagë e hapur e shoqërisë. Plani i qeverisës shtrihet edhe tek autizmi, duke dyfishuar mbështetjen për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe krijimin për herë të parë të një qendre për të rriturit me autizëm, që deri më tani ka munguar. Programi i qeverisës ndalet edhe te gratë, veçanërisht ato në zonat rurale, të cilat shpesh ndodhen në kushtet e pamundësisë për të gjetur punë dhe në rrethana sociale jo të favorshme. Me qëllimin për t'i integruar, synohet hapja e 20 ndërmarrjeve sociale të reja në zonat rurale. Ky program shkon përtej ndihmës sociale si koncepti së kaluarës dhe tenton të ndërtojë një shtetëri social ku qytetari është jo vetëm përfitues, por bashkëkontribues në jetën sociale dhe ekonomike të vendit.